Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar sot drejtorin për Europën kontinentale në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Francës, Brice Rohfej. Pas takimit, Vučić njoftoi në Instagram se ai dhe Rohfej kanë shkëmbyer mendimet për dinamikën e dialogut politik ndërmjet Serbisë dhe Francës, bashkëpunimin dypalësh në të gjitha fushat me interes të përbashkët, çështjen e Kosovës si dhe ngjarjet aktuale gjeopolitike. Për ne, partneriteti strategjik me Republikën e Francës është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe marrëdhëniet tona të përgjithshme kanë arritur një nivel të jashtëzakonshëm pjesërisht për shkak të dialogut të rregullt me presidentin Emmanuel Macron, të cilin edhe një herë falenderova për angazhimin e tij personal si në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, si dhe në rrugën europiane të Serbisë, ka shkruar Vučić. Ai shtoi se në takim u konstatua se bashkëpunimi ekonomik mes dy shteteve është duke u zhvilluar intensivisht gjatë viteve të fundit dhe po fillon të jetë një hap me marrëdhënie të shkëlqyera politike mes dy vendeve. I dërguari special i Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar pas takimit me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani tha se vendimi i sotëm i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e tokës për manastirin e Deçanit është shumë i vështirë por edhe i rëndësishëm. Escobar, i cili këtë javë po viziton rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha dje se duke injoruar dialogun me Beogradin, Prishtina po injoron partnerët evropian, të cilët siç tha ai nuk mund të bien për integrime të mëtejshëm në arenën ndërkombëtare. Me herët gjatë ditës së sotme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se qeveria ka urdhëruar Agjencinë Kadastrale të Kosovës që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për tokën përreth manastirit të Deçanit. Në seancën e qeverisë, Kurti ka theksuar se zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese i hap mundësi të shumta Kosovës, transmeton Gazeta Express. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për kthimin e tokës manastirit të Deçanit është marrë në vitin 2016, por ende nuk është zbatuar, prandaj Prishtina është kritikuar vazhdimisht nga bashkia ndërkombëtare. Situata sigurisë në veri të Kosovës pas Banjskës është e brisht por paqësore dhe pjesëtarët e KFOR-it po bëjnë gjithçka për të ruajtur rendin dhe sigurinë, tha në një intervistë për Telegrafin komandanti i KFOR-it Oskan Ulutash. Ulutash tha se KFOR-i monitoron nga afër të gjitha ngjarjet e rëndësishme të sigurisë në rajon, sepse siç thot ai, vetë dia për situatën është më rëndësi jetike për atë mision paqësor. Ai shtoi se bashkëpunimi me aktorët rajonal dhe institucionet vendore është shumë i rëndësishëm, si dhe niveli i dialogut ndërmjet KFOR-it dhe institucioneve vendore, si dhe me ministrin e mbrojtjes të Serbisë, sepse ky është çelësi për ruajtjen e paqes dhe sigurisë. I pyetur nëse mund të ndodhë një konflikt i ri si ai në Banjsk, komandanti i KFOR-it tha se incidenti në Banjsk ishte një përshkallëzim serioz i tensioneve në rajon dhe për këtë arsye komuniteti ndërkombëtar, përfshirë edhe KFOR-in, mbetet vigjilent. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomasz Sinujog, në një intervistë për Kohën Ditore ka thënë se Prishtina mund të zgjidhë një sër çështjesh të brendshme duke zbatuar marrëveshjet e pranuar vitin e kaluar në Bruksel dhe aneksin e Ohrit, duke theksuar se ajo është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe ligjërisht detyruese. Sinujog gjithashtu vlerësoi se formimi i Asociacionit të Komunave Serbe mund të ndihmojë Prishtinën në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkinë Evropiane. Ai po ashtu ka deklaruar se pas më shumë se 3 vite gjys nuk ka pasur përparim të dukshëm në bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe se për mungesën e progresit në dialog është faji të dyja palëve, siç thot ai. Të dyja palët janë në thelb fajtore për mungesën e progresit, dialogu dhe logjika e dialogut ka qenë gjithmonë që të dyja palët diktojnë ritmin dhe thelbin e dialogut. Fatkeqësisht ka mungesë vullneti nga të dyja palët për të zbatuar marrëveshjet, theksoi Sinujog. Profesori Timothy Les nga Qendra për Gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it tha për Kosova Online se nuk mendon se ndalimi i dinarit në Kosovë kërcënon rrënjësisht
pozitën e serbëve që jetojnë në Kosovë, të cilat sipas tij mund të përdorin euron. Sipas Les, me një lëvizje të tillë serbët mund të vazhdojnë të jetojnë jetën e tyre pak a shumë si më parë, me kusht që Serbia të jetë e gatshme të financojë institucionet paralele dhe të paguajë pensionet dhe ndihmet sociale në euro. Ai po ashtu përkujtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe europianët e kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre se nuk e pranojnë imponimin e njëanshëm të euros dhe ndalimin efektiv të përdorimit të dinarit në rrjedhat e përditshme financiare, por e kanë thënë Prishtinës të negocojë për këtë çështje brenda kornizës së dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump kanë siguruar zyrtarisht nominimet presidenciale të partive të tyre demokratike dhe republikane pas fitores së zgjedhjeve paraprake në Gjorgji, Mississippi dhe Washington, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Në zgjedhjet partijake, Biden fitoi më shumë se 1968 delegat që ishin të nevojshëm për të siguruar zyrtarisht nominimin presidencial të demokratëve dhe Trump 1215 të nevojshëm për nominimin e Partinë Republikane. Kandidatura Joseph Biden do të zyrtarizohet në konventin e Partisë Demokratike në Chicago në gusht dhe ajo e Trumpit në konventin e Milwaukee në korrik. Rivalet e vjetër do të takohen sërish në zgjedhjet presidenciale amerikane më 5 nëntor të këtij viti. Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira dhe pak më freskët, vende me reshje shiu, kurse në male me borë. Temperatura maksimale ditore do të lëvizë nga 11 deri në 15 gradë Celsius.